Regjistrimin. Po, mund të fillosh. Atëherë përshëndetje të nderuar këshilltar. Me që kemi forumin e nevojshëm, mbledhjen e deklaroj zyrtarisht të hapur. Marrin pjesë në mbledhje Zoti Erin Tosku, Zoti Shpati Kolbiga, Zoti Renato Kalemi, Zoti Enver Memolla, Zonja Lime Hoxha, Zoti Lulzim Hasa, Zonja Gzime Metasani, Zoti Adin Tosku, Zoti Sefol Gosa, Zoti Mita Daja, Zonja Dhurata Meka, Zonja Mirevin Saraci, Zonja Lije Dedej, Zoti Indrit Dedej, Zonja Silvana Liu dhe Mukaddes Gixhari. Lexojmë konfirmimin ligjor. Bazuar në ligjin nr. 107/2016 për prefektin e qarkut, në ligjin nr. 139/2015 për veçëverisin vendore, prefekti i qarkut Tiranë verifikoi ligjshmërinë e vendimeve nr. 3, 4, 5, 6, 8 dhe 9, datë 22/01/2026 të Këshillit të Bashkisë Rrogozhin për sa më sipër. Vendimi nr. 3, datë 22/01/2026 për miratimin e listës së familjeve që do të përfitojnë nga programi për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara nuk është akt me karakter normativ. Referuar pikës 1 në eni 4 ligji 107/2016 për prefektin e qarkut, i ndryshuar ku citohet: akte me karakter normativ janë vendimet, urdhrat dhe urdhëresat e organeve të veçëverisë vendore, përmes së cilave shprehet vullneti i këtyre organeve në ushtrimin e funksionit të tyre publik, që u drejtohen subjekteve të papërcaktuara të së drejtës me qëllim përcaktimin e normave të përgjithshme të sjelljes që shtrin efektet në mënyrë të vazhdueshme dhe jo të njëhershme brenda territorit të jurisdiksionit të organit të veçëverisë vendore. Si dhe neni 16.2, i cili parashikon cilat akte i nënshtron verifikimin të ligjshmërisë nga prefekti i qarkut Tiranë. Vendimi nr. 4, datë 22/01/2026, për miratimin në parim të deklaratës për bashkëfinancim të familjeve që do përfitojnë nga programi për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara për vitin 2026. Konfirmohet në parim, referuar ligjit nr. 22/2018 për strehimin social. Vendimi nr. 5, datë 22/01/2026, për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm për vitet 2027-2029 dhe buxhetit vjetor, konfirmohet referuar ligjit nr. 139/2015 për veçëverisin vendore i ndryshuar dhe ligjit nr. 67/2017 për financat e veçëverisë vendore. Vendimi nr. 6, datë 22/01/2026, për miratimin e fondit të akorduar nga Këshilli i Ministrave për shlyerjen e detyrimeve të përpambetura, konfirmohet referuar aktit normativ nr. 11, datë 19/12/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Vendimi nr. 8, datë 22/01/2026, për miratimin e detajimit të fondit të grantit të bazuar në performancë për bashkitë për vitin 2025 me burim financimi nga buxheti i shtetit. Konfirmohet referuar aktit normativ nr. 11, datë 19/12/2025 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Vendimi nr. 9, datë 22/01/2026, për miratimin e projektit Qendër e Kulturës Haxhi Memolla, qendër multifunksionale, nuk konfirmohet, sepse objekti i vendimit nuk është në koherencë me dispozitivitetin, duke bërë që Këshilli Bashkiak të dalë jashtë kompetencave të tij, pasi Këshilli Bashkiak miraton vetëm fondet buxhetore për realizimin e projekteve që angazhohet bashkia. Duke ju falendëruar për bashkëpunimin, prefekt Afrim Qendrën. Vijojmë me rendin e ditës. Jeni dakord me rendin e ditës? E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 2 të rendit ditës. Miratimi i proces verbalit në moninë të mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 22/01/2026. Proces verbali në mbledhjes kaluar e keni të gjithë përpara. E hedhim në votim. Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 3. Miratimi projekt vendimit për miratimin e listës së familjeve që do përfitojnë nga programi për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara. Relaton drejtori i mbrojtjes së kujdesit social, Zoti Ledion Hasani.
Zoti Lelion, mund ta rrotullojmë këtë që Jo, për efekt regjistronim, për efekt verbal. Atëherë familjet janë ato që kanë qenë për vendimin tjetër, vetëm se ndryshon shuma e përfitimit për dy familje. Na erdhi një udhëzim i ri me datë 28/01/2026 nga Ministria për shumat që do përfitojë çdo familje. Edhe ishim detyruar që ta sjellshim edhe herë në këshill për miratim. Po, për dy familje vetëm. Po sepse janë kategori që përfitojnë më tepër, domethënë nga udhëzimi, nuk e di, ja ke gjithë udhëzimin ja ke apo vetëm dy faqet e parë. Atëherë një është familje që është me antar me aftësi kufizuar, me dy antar me aftësi kufizuar që normalisht merr shumën më të madhe të grandit, pavarësisht se sipërfaqja ndërtesës është më e vogla, por sipas udhëzimit përfiton shumën më të madhe sepse këtu favorizohen familjet që janë Po. Është edhe një familje tjetër me 3 persona, ajo e ka pas 12 milion lekë vjetra dhe përfitimi shkon 13 milion lekë, është rrit 1 milion lekë vjetra. Përveç kësajte, ke projekt vendimi tjetër është bashkia do mbuloj 40% fondit, jo 30% si ka qenë ke projekt vendimit kaluar. Sepse na janë rrit të ardhurat për frym në nivel bashkie. Normalisht na thjesht një pyetje, kur ka ndryshim, këto dy familjet fitohen, këto dy tjera pse nuk fitojnë? 40. Po atëherë ashtu është udhëzimi, nuk mund ta shtohen më tepër. Një pyetje, këto për procedurë, këto financimi jepet direkt familjes? Jo. Po si Kjo ka, domethënë do mbyllet kjo. Atëherë ne bëjmë aplikimin në ministri. Pastaj ministria vendos, shikon fotot e objekteve, shikon kategoritë e familjeve, shikon parë. Atëherë, në moment që e miraton ministria, to do të nderohen, edhe firma i bën kryen punimet. Nga bashkia. Po, nga bashkia. Atëherë, mbasi fitohet projekti, familja do pyetet çfarë ke nevojë ti, çfarë rregullime, domethënë çfarë takimi është. Bodi preventiv nga bashkia, nga inxhinierët. Pastaj përdoron nga bashkia dhe firma pastaj ndërton. Po firma kryen punimet. Atë do të di, pra nuk jetet direkt ta bëjmë vetë. Jo. Është okay. Të bëj pyetje të tërë. Pas raste që të shtu që puna e internetit kanë dhënë firmat. Po prandaj e pyeta po. Tani kjo është atë se ndjekun zbatimin e projektit nuk e ndjekun, unë jam deri ke fitimi i ministrisë. Pastaj edhe prezantimi që mund t'i prezantoj firmës, familjet që janë. Pastaj pjesën tjetër unë nuk përsëri. A sa kontrollon firma? A kontrollon normalisht ka Kontrollon autoriteti kush e kualidon si ndërtesë. Jo, bashkia. Pyetje tjetër? Ja jemi në votim? Pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Kalojmë në pikën 4. Miratimi i projekt vendimit për miratimin e parim të deklaratës për bashkëfinancim të familjeve që do të përfitojnë nga programi për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfër dhe të pafavorizuara. Besoj bashkë po me zotin Lega. Atëherë është edhe këtu ka ndryshon shuma totale e grandit, ndryshon edhe përqindja ministri bashki. Këtu 60% e mbulon ministria dhe 40% e mbulon bashkia. Sipas nivelit të ardhurave që puna kanë klasifikuar si bashki. Banesa ekzistuese kush janë? Kush janë banesa ekzistuese? Ato banesat që janë kush janë? Si ka janë?
I banesë ekzistuese janë shtypur. Ore banesë janë ato 4 familje pra. Ato 4 familje. Pra është në vazhdim të kësaj. Po, vazhdim të kësaj. Do thotë po ta shikoni shumën, Kjo shuma këtu bashkëfinancohet apo kjo është shuma e ministrisë? atëherë shuma totale që është 53 milion Pra lekë kjo është vjetra. totale, nuk Kjo është është- vetëm e ministrisë. E bashkisë kemi këtu. Pra është kjo plus. Jo, nuk është plus. Kjo është totale. Atëherë po ta shikoni këtu. Okej. Fund fare keni 2 milion e 120.000 lekë i mbulon bashkia, ose 40% e lekë. Aty e keni fund fare. Jo, aty keni 53 milion është totali. Po, për çfarë? Po e di. Ti kam shkruar shumë në shkronjën Ska konklave. problem, ja thash në bashkë. 60-40% janë të ministrisë, Ka problem fare. Pas 3 milionë ishte. ore ka mundësi që edhe se të parë se projekt, Çdo çifte interesante. se këtu aplikojnë veshë një bashki sa. Po ne ka shumë ke problem shifte interesante. Se vene e shurë, vene i numër tjere për para, Jo, po edhe ndodh. Se na ndodh, nuk e do dhe sepse. se unë Sepse këtu janë Unë edhe mos ke qartësuar ndodh, sa them që ndodh. sa është sa fiton një familje dhe është mbledhur vlera në fund fare. Kanë dy drejtë Për zotë të parë atë. familje. Po mirë, i zero është. Po të vërtetë. Se kanë skandal, unë them Për i zero tu jo dhe një tash unë Sa zero i shtoni unë me qipi, do ta them Po valla. tash kemi Edhe unë e shkruajt ashtu si dojë ti. Ashtu si Me duhet. fjalë. Jo si zoj. Futim pyetje tjetër? E hedhim në votim. Votat pro, kundra, abstenim, të gjithë pro, miratohet. Faleminderit zoti Shqiptar. Tash e kalojmë tek të ndryshmet. Kemi në gjë për tek të ndryshmet, tek problematikën tonë brenda Këshillit. Ne Po. e ndryshmet unë e di që ka pas problematike familjarësh, po në ka profesori më duhet të thonë. Për çfarë? Dhe ka problematike njerëzit. Tim kanë problematike dhe Për komisarin. Pa njerëz se të drejtë jote për që atëherë tek të ndryshme. Nga kryetare, jo, ka të thënë. ok, s'kem asnjë gjë. Zonja Silvana, po, zonja Silvana Liu. Atëherë duke parë kohë të fundit, Se dhe se këmë. Arsye ishte që drejtë se poja bashkia s'është fare bashkëpunuese. Edhe në është funksion që nuk sillte dobi për fare shumë për pozicion që dohet isha unë, sepse mora për pas në post. Po bashkia është zero bashkëpunim. Kur i thu për një gjë që është kaq e vogël, do të shpikin lloj gjëra për bëj Po flisi për dorëheqjen tuaj, zoti Mitar. Kishte arsye atë. Je vetëm pa dobi, më kaq. Atë u dhe sollet më shkrim atë dhe u krye e punë. atëherë këtë ndryshme, Zonja Silvana. këtë ndryshme kërkojnë nga Këshilli Bashkiak ngritjen e një komisioni duke parë situatën e fundit që po ndodh në Bashkinë Rrogozhin për verifikimin e banesave dhe mashtrimet që po ndodhin nga dy firma drejt banorëve të kësaj bashkie. Brenda 10 ditëve deri në mbledhjen e ardhshme të bëhen verifikimet, qofse janë për prokurori, shkojnë prokurori, po thjesht të nxjerrim a ka gisht bashkia, sepse njerëzit ankohen që ka gisht bashkia. Të ngrejmë një komision, bëjmë verifikimet, qofse bashkia ai që Do të shkojmë diçka, sa që thotë. Po, zoti Mitar Ka dalë. të familje të cilat kanë kërshoj Jam po Të të gjëm pak zoti Mitar, po. përveç saj, që është shumë e drejtë sepse din ato shkretit presin futën shtëpi dhe firmat i kanë mashtruar. Ka dhe familje të tjera që është një grup familjesh, nuk e më mend sa ishte numri, sa ditë antarë, sa ditë familje, sa kanë mos punë fare, që nuk kanë nis fare banesën e tyre ndërtohen. Po pra, boku. Kërkoni arsye prokuroria me gjëra që mundi bëjnë të Këshilli Bashkiak. Sa familje. Je për arsye të zhvillon sepse ka punë, po ti shohësh njerëz më fukarej. Po ti shohësh, po s'kan më fukarej, po më thën po haj, po ti shtëpia ime, para të ne shtëpisë në mos ashtu. Po më fukarej janë që është bllokuar, unë se di se ka ndodhur kjo, që më fukarej. Si duket kanë marrë që kanë dashur më, ose më fukarej kanë në fund fare. sepse po Rish për ty se është në ti mobili thellë shumë. Rish për Po, ty. po, edhe unë jam shumë dakord me propozimin e Silvanit, sepse kjo është para shumë situatë që ne kemi ditë të gjithë, po me idenë që nëse po zgjidhet sot dhe nesër,
po ka rrit puna aty ku s'mban mos, imagjinoni veten tonë tani prish pa shtëpi 3 vjet, 4 vjet, 6 vjet, sa kanë ata. Kështu që për mua duhet ngrit me urgjencë ky komisioni. Edhe të thirret firma, të merren gjithë dokumentat, procedurat, legët që janë kaluar, afatet, zbatimi i kontratës, nuk shkon në kjo punë kështu. Nuk mund të jenë njerëzit pa shtëpi, në dimër, në verë, në përfshatra, është skandaloze. Po patjetër firma kontrollohet nga autoriteti kontraktor, që në këtë rast ka i grupune, ka KVO që ka marrë të pjesë, zbatohet kontrata, ndiqet kontrata, ka bashkia. Bashkia është përgjegjëse, në moment që ti nuk zbaton kontratën, ka detyrime dhe përgjegjësi kontrata, nuk është kontrata pafundësisht, boj di shtëpi kur dush. Ka fata, duhet pa kontrata. Është një firmë që nuk ka kontrata, po thjesht e mashtron njerëzit duke thënë që unë do t'i marr të gjitha të dalë për Po për ta pas kështu sepse nuk e di çfarë funksioni do të ketë komisioni i këshillit, por në sa di në ligj është shkruar qartë që me firmën merret vetë personi. Ne merrem në bashkinë. Çfarë do të merrem në bashkinë? Ne kush është komisioni i bashkisë? Derisa banorët këtu po adresojnë, përderisa Tani banorët kanë të drejtë po adresojnë duke thënë që ka fajin bashkia, sepse ti son një person në bashki të marrë letrat e mia. Po të vesh, si ka mundësi që janë Ta gjëm deri në fund, zoti Indrit. Nëse këshilli bashkiak është që këtu nuk hyn atëherë po të jetë mbaroj. Zoti Indrit, ta dëgjojmë deri në fund, të lutem. Për respekt. Tani unë po flas, po them që në ligj është shkruar që familja që përfiton nga tërmeti e lidh vetë marrëveshjen me firmën për të bërë ndërtimin. Fondet janë dakord, i kalojnë nga bashkia, kalojnë 60% dhe pastaj 40%. Por unë nuk e di që është bashkia ndërmjetëse midis firmës ligjërisht. Kush e ka zgjedhur firmën, banori apo bashkia? Ligjërisht Ka përgjegjësi banori tani të merret me firmën. banori i firmës. Absolutisht. Ti që e zgjedh, nuk e ka banori. Firma do të Banori pasë të para. ka as mbrojtje ligjore, nuk ka as DM. Bashkia Banori është pa mbrojtur fare. Po si ka falë shpatën një pyetje, si Si ka e zgjidh ka bashkia dhe mundësi merret që banori një vetë? punëtori të kësaj firme u lejo ka të hyjë ka në bashki dhe të mirë ka të gjitha letrat, ndërsa banori që ka shtëpi nuk lejohet. Nëse kemi ne të drejtë. Po ti në qoftë se ti nuk del mu garant që shiko të ti s'ke punë me bashki se merrem ne pa Patjetër që kemi drejt, Flas për këtë pjesë. kemi shumë të drejtë. Flas për çfarë ishte. Zot ta dëgjojmë Po falë se këtu ka dhe antarë tjetër këshillja. Kemi dhe të drejtë të kërkojmë llogari. Po patjetër pra. Zoti Logjikisht pa jemi. Zoti Ender në molla. Pas firmos nga bashkisë. Po, i drejtuar pa. Po, i drejtuar pas këtë kjo është tani shumë që është e ndjeshme. Këtë pjesë, vana ka drejtë, gjithë ka drejtë. Tani, para shkon komisioni, unë bëj një propozim drejtuar kryetares së grupit, që projekte vendimit që janë marrë në lidhje me tërmetin, të na vjen dispozicion çka kemi marrë të higjienit se çfarë është bërë. Që të dalin të kontrata midis bashkisë, firmës e gazetë pa një sekundë. Sepse tash, janë disa vendime që kanë marrë ato, si për TS-t, si për TS-t. Në kanë qenë shumë klauzola që kanë qenë mesme, nga 2019-2022, derisa në 4 vite që ne nuk kemi marrë çdo gjë. Po flas antarë vetë që bashkiak. Atëherë, te punë, për ta nisur nga AJA, duhet të marrim një prevendime çka kemi miratuar. Gjithë dokumentacionin. Dokumentacionin nga anë rrotës së bashkisë që kemi qenë anë kalore. Që të nisë me hapin e parë, që do të thotë, mas marrës të dokumentacionit, duhet të ngrim komision hetimor. Mos e morëm ato të Në sekundë e sesë, po pas e shumë shpetë, komision është komision. Tani, atë për të duhet pa ligji po them. ligje, çfarë të ngjoni ligje kështu kuptoj? Sekundë ose mëse më rrisë. Ndoshta nuk të kam rolin e bashkisë në temë si të drejta verifikoj. Patjetër që po, unë da po kërkoj edhe kryetarës në Shoje si dush, dash hetimor, dash hetimor. Ti, po gjete shkelje në kontratë, në detyrum, ta kallëzosh diku pastaj. Duhet parë, mbas tyre pastaj merret në një informacione nga bashkia. Për një sekondë, që të marrim dhe informacione nga bashkia. Do zgjash vetëm tjetër nuk do të Po them që ne po flasim për këto që kanë ngjerë Ta gjëm deri në fund, zoti Vitat. Ta gjëm deri në fund. Nuk e pikën. atëherë, duke marrë informacione çfarë kanë miratuar shi bashkiak ne që ishin.
Po çdo më të Po ty nis. Po nuk po duhet që ta dukte që kanë gjetur. Atëherë, në bazë të asaj që ka informacion, në lidhje me kontratën që ka bërë bashkia, ka ndonjë miratim që është bashkia përgjegjëse me menaxhimin e situatës? Sigurisht është për Atëherë të kërkojmë bashkinë të trasin ai përgjigje. Që cila është firma, cila është kriteria që janë zgjedhur nga firmë për firmë dhe pjesën tjetër. Ai komisioni. Duke parë dosjen e qartë, pastaj futem edhe te rreth për parë çfarë bëhet. Duhet parë që sa kontratë. Ne po çfarë të bëhet në hartë në orë dhe Po patjetër, do të marrim vendim tani që të jetë në dispozicion gjithë dokumentacioni përpara mbledhjes. Pra, unë propozoj gjithë dokumentacionit na vjen në dispozicion përpara mbledhjes, që kur të vinë mbledhje, të kemi mundësi të lexojmë materialet gjithë dhe kur të vinë të diskutojmë dhe të tjera dhe persona përgjegjës në bashki që kanë ndjerë kontratën, që nga drejtorët, kryetari i bashkisë etj. Në radhë. Kështu që kjo është propozimi. Bashkia ka diçka në momentin që firma bën 60%, duhet të bëhet firma kontrolli që ka mbrojtur për punë 60%, kontribuar fond 40%. Tu ka dëmësi bashkia pastaj. Tu ka dëmësi që diun vetë tani sot. Më thënë, është fjala për 44, 45, për Po bëjmë ndjerjen e radhës. Po ke familje që kanë përfituar fondin fare, janë bllokuar. Më fal, do propozoja që në këtë mbledhjen e radhës të thirrësh edhe disa nga banorët që kanë probleme, që të na tregojnë si ka vajtë situata. Pra të njoftohen dhe banorët, kush ka problematika, të vinë në mbledhjen. Ka marrë mbi 100 shpinë, edhe ku e ka zyrën? Ku është një firma? Ku e ka zyrën? Që se ajo duhet ta ketë zyrën dhe duhet ta aksionin zyrën. Ti shofi në terren një avokati që vjen dhe kap në lokale njerëzit. Ani diçka të thirren banorët, të thirret firma, po duhet njoftohen zyrtarisht kryetari nga Këshilli Bashkiak, të gjithë palët e interesuar që të vinë mbledhje dhe diskutohen problemet. Shkojmë edhe atë pjesën tjetër të këtyre familjeve tjera. Ndoshta mos vëmë dhe në vizje institucionet tjera që Ajo është pjesë e prokurisë mi ta flasim aktualisht për ato që po mashtrohen për ditë. Këtë procesin mirë, nisë neve si firmë bashkiake. Të dimë se për situatën kohë, që të banorët kanë ankesë dhe thotë që ka diçka që nuk shkon. Ka probleme me afatet, ka probleme me ndërtimet, ka probleme me firmat që ka marrë përsi për këtë gjë. Ka të drejtë se kanë marrë mbi 15 milionë euro. Pastaj edhe një firmë që ka kompetencë për të marrë pjesë në për të bërë. Do të kisha zyrë ditë ti ta kontrollosh. Ai çish në ngritje komision, edhe bëhet që Po të shavi marë. Të shavi parë, ngritë komisionet me edhe ai kërkon, komisioni kërkon vendos sa të kërkon bashkia. Ne e përdorim 100%. Ngrit komisionet. Ta dish që këta miratu sa më shumë. Dy kryetaret e grupeve për komisionin, që sot do ta... Po ngrej se për vjetë ke po. Skema. Nësë komisionin dhe duhet një program punës. Duhet një program punës, normalisht. Programin e punës Komisionit, e mira do ishte kishte një program punë të listuar që çfarë po kërkojmë ne komisionin në parim, ose programi punë se normalisht ne do i drejtohemi administratës dhe duhet të dimë çfarë po kërkojmë. Ne jemi dakord që ngrenim një komision sot në parim, pastaj vi një program punë, dokumentacionin ju vjen dispozicion ose e kam në arkiv. Objektin e komisionit, ne do ta ndërtojmë në momentin kur lidhet komisioni. Kjo është shumë e thjeshtë. Ne parim dakord me komisionin. Komisioni mbledhet, ndërton objektin e punës dhe paraqit Këshilli Bashkiak bashkë me administratën, shumë e thjeshtë. S'ka ndaj filozofi të madhe. Sepse nuk kene shumë pyetje shumë të madhe me bë bashkishtire. Thjesht vetëm çfarë roli lumti në këtë zotëri. Na thuaj çfarë lidhje ke me këtë. Jo, ska. Ato janë gjëra të tjera. Te jemi pak oshën. Kjo është bërë problem shumë i madh për bashkinë. Dhe asnjëherë se kemi ngritur zë. Po se kemi ngritur pas sepse po i shohim se kësaj që po hënë po dalin nga bashkia. Ne bashkisë mund të kërkojmë kush është rindërtues. Atëherë rindërtues janë 100 familje. Atë i merr një përfitues për rindërtim. Kush është? Në porta që firma nuk ka licencë. Ka diçka tjetër bërë. Kemi drejt fasin e firmën tonë, se ka përmendur një gjë. Vendim Këshilli, firma te prezente të bëjë atë për komision, nuk vjen komision. Jo, ne komision të dëgjoj. Po po te, ne vendim Këshilli, ne deri atrás. Edhe për të marrë. Po po te. Ne parim, ne kemi komision. Po te na shumë
Kryetaret e grupeve, ata zonë propozon emër, ta ne komisioni. Indriti Mitat. Mitati kryetar, po di. Se të tjerë të zgjidhen kryetar. Duke qenë gjithmonë ato kujtesi, duke qenë që më të Shef e kam që dhe kryetar. Pozita duhet ta ketë kryetari, do të them drejtën si rregull. Po shkenari, Unë vetë ofroj po të doni ju, po doni. pak konflikti sepse bashkia është Do po them, takon pozitës ta ketë, po unë vetë ofroj Atëherë do vish ata. 3-2. Atë shtati kollega? Shtati kryetar. Po. Renato. Jo, dalë stop here. Stop se këtë ditë të zgjidhni. Nuk e keni ju të drejtën në rast parë pa kërkojmë ne. E nuk e keni ju të drejtën aty ku keni qeveritur se të Edhe shumë mendoj që takon pozitës ta ketë kryetari, po. Ne kontrollojmë vetëm jurin të shkruaj. Opa, Jam kam listin aty. O, e nis kush e merr. Nuk mund ta marrë. Shumicën e mbani dhe pastaj këto detajet janë. O lere ato më çuçi i bie që ti themi, ore, keni vjedh deri këtu ikni e tonë të që keni vjedh. Po çeni të folju. Pa kërkojmë ne se opozitë dhe maç po tesh. Dhe i komisjon tjetër që Po do bëjmë të analogë komisionin. Jo me dy bashkëtar, me një, ja lejmë këtyre 3-2 me që duam. Jo me që duam pa ato që folja. Ore me që po ja kemi në troç. Me që i kemi dhe të dhëna këto të dinë, jo dhe kemi të gjitha gati për t'ju apur këtu me një. Jo, se jam kryetar. Është Jo, unë kryetar mos. Më falni një sekondë, vëlla, bëj propozime si grupe, pastaj zgjidhen të pjesën. Atë grupi Propozime si grupe. Tre emra kemi, Shpati, Indrit, Mitat. pa, kemi Shpatin, Indritin, zotin Mitat, po, po, Renato, edhe Altin Toshko. Indriti dhe Shpat, Indriti dhe Mitat. Dhe Mitati. Kryetarin? Po 5. Kryetari Mitat. Janë çelitati. Mitati kryetar. Zëvendës kryetar, Shpati. Zëvendës kryetar, Zëvendës kryetar, Shpati. Kryetari është Shati me fut për kryetar. Na dorëjë. Ka ndonjë deri pa të çojë ku do. Po Shpati. për kohë kryetari shpati. Më janë si për shitej. Zëvendës kryetar, Shpati. Po, po. Edhe dhe aty bëhet. Se e dorëjë. Jo, duke njohur nuk do të çana Shumë dakord. Atë në rregull. Okej, unë do. Do të kuptoj ti lexoj më herë. Mitat, do funksionoj brenda 10 ditëve, deri në 10 ditë të keni dhëna këtu për mbledhjen. Po të tjerë ishin kanë. Atëra që ti një qartë, ti një lexon Zoti Shpati Kolgega, Renato Kaleni, Indrit Deri, Mitat Daja, Altin Toshko, kryetar, Zoti Mitat Daja dhe nën kryetar Zoti Shpati Kolgega. Komision për Është verifikimin e komisioni për verifikimin e procesit të tërmetit. Votim. 44, 45. Po mirë E hedhin në votim. E hedhin në votim. Një të gjithë. Pra, kundra abstenim, të gjithë pra, miratorët. Shef funksionon opozita, bëjnë gjona shumë të mira. Ne nuk ka shënjësi që i qenë edhe në bashkëpunim, në një formë bashkëpunimi. Pa, zonja Elime? Pa. Kështu mbledhjet, çon mbledhjet e këshillit dhe vetë mbledhjet e shtatëve. Do fusim në ato tek të ndryshme vetëm ato propozime që janë emergjente. Mos fusim në Po, shumë. Dakor. Pa. vendimet Shumë e drejtë. që është nuk janë emergjente dhe nuk kanë pse të futen urgjentisht në Okej. çon mbledhjet e radhës, çon mbledhjet e jashtëranëve çfarë. Ne e kemi marrë vendim që çfarë janë për vendim jashtë renditës, domethënë ne nuk do i qusim, ne kemi marrë të gjithë si këshill të. Noni kam pas parasysh të gjë. Zoti Enver Memolla. Sekretari më dëgjoi dhe shtoj. Pa. E para që ka lidhje me procedurën e marrjes materialeve. Çdo material, çdo projekt vendim nuk ka numër rendor faqes. Atë kam dhënë. Pa. Se nuk ka. Se nuk ka asnjë numër rendor faqes. Unë sa faqe ka për vendimin nesër. Është për mua është aja. A duhet tjetër vis numër rendor? Mund Me të rregull? cilët dhe me vullit se pa. Pra nuk ka as numër rendor as vullit. Domethënë, nëse Sa s'vjet po ulje flasim. mund t'i vjet vula lice. Po pse nuk ka? Nëse ka një protokol të këtë shkjetë Gjëra numër. që kesh Sa në. është ka të vështirë, nuk e vështirë. Për mua kjo është Jeni para. gjithë Ja, në rregull, ja lem por si protokollit në vazhdim që çdo dokument vi me vullice dhe E jemi. dyta që dua të shtoja. Po në lidhje me pjesën e të shillit.
Ka disa pika zonja kryetare që janë shumë të ndjeshme. Ndoshta ditë jemi punë të dilë ko 5 ditore ndoshta për të parë. Dhe ke pjesa komisioneve të doje dhe kërkova deri në aftësia në shumë komore të të Komisionit Ekonomisë në lidhje vazhdimisht, përveç se gjithë lodhë se s'kishte kuptuar ndonjë gjë. Kjo duhet bërë patjetër. E dyta, lidhe me prevendimin që kaloi në dhjetor, në janar dhe sot në shkurt. Në dhjetor na tha s'ka kohë. Në janar nga data 6/26 po shkoj. Dhe prapë sot i shikim prapë. Për pjesën e ardhës materialeve, për pjesën e ardhës materialeve du të të qartë pjesën kohore. Sepse ta, për në kam të transparentës dhe gjë, të faqe shkip dhe kjo. Po na njemi. Na të gjojmë, i të gjojmë, hajmë të tanët, ndatë sharë, ndatë lëvdërim, ndatë shkartonët e kush, por të jemi transparent në vetën tonë. Në shumë e si që këtë pjesë. Dhe tu për të të kishtë, në pjesa partë të numër rendori i faqeve. Jem shumë skeptik, të du të ndosë. Faleminderit zot Enver. Nëse Po, zoti Shpati. Nëse kanë një mendim apo supozohet që mund të ketë ndodhur një gjë, duhen pa ato numrat rendore, nëse nuk besoj që ka lëjë ndonjë menç me ndru numra rendor dhe me fut në letër që s'ka se kjo verifikohet vallaj. Në vijim të kësaj që përfundisht. Kjo do të ishte procedurë që nga fillimi, po nuk mendoj që ndonjëri ka lajfit me bëj gjë të tillë, sepse është mund të ndodhi kjo, është për mua është jashtë logjike komplet. Dhe në qoftë se mund jetë si mund të hajde verifikojmë. Në kosh pjesë kam një ditë, tash mund të kemë më jep, po nuk të shoh. Mund të kemë një ditë, sepse kjo është s'ka numër këtu, më çdo gjë e kupton, po thjesht unë dua me pjesë, faqe 1, faqe 2. Zoti Indrit Dedi, po? Unë mendoj që në mënyrë të vazhdueshme që na hip projekt ligjet, në momentet e fundit, ne s'kemi se kemi frikë se ne zbatojmë rregullaren. Çdo lloj projekt ligji mendohet, nëse s'ka kohë të shtyhet. Nëse është për ta le të vi, se ne nuk kemi frikë as nga presioni jashtëm, as nga presioni brendshëm. Na vjen si mas rregullores, edhe çdo gjë ne marrim vendim vet, nuk është se shtyhemi po shtyhemi. Që dhe ne të jemi korrekt me kohën tonë, plus që ke fusim dhe të shtunë të djela, që të shtunë të djela të prima hapë, që të qërojmë si dhe me letë që nga bëj visi. Del me grutat ku e këngeli me letë, se shtunë djelë për, atë e bëj visi. 2 ditë. Ne jemi kështu bashkjarë. Ne jemi për Ti ke në përmbledhje një ashtradhe? Po pra, jo të të për komplet, një për nga shara, nuk ka për nga shara, se nga shara mund të bëjmë dhe shumë herë për gjana. Që nga projekt vendimet që vinë këtë funit, edhe nuk ka një gjohë, edhe koha që kemi shumë djelë, që nga vinë prendë shumë djelë. Ta vinë të hanë, jemi të ejtë nda, pojë mos e prendë. Po si caktojmë do të me afatet e ministrisë, na ministria na seluzimi dhe ne ato na caktojnë afatet. Që caktoni, po ju keni për detyrë parashikoni. Po ishte Por e dini që do vinë datë me një masat që keni në delë radhë. Ke projekt vendimit parë, Se se me vetëm kontaj si marrë unë ishe brenda afateve, ke pari. Po nuk është Sepse normal. shkresa ka Ti e ardhur di edhe në punë. Ti e di kur ka ministria shpallë, po kur me ka datë projekte. dati Ti e septembri, di me datë. dati septembri Datë pari. është jo futen vetën një muj parë. Nuk e. Dhe diçka tjetër. Me dati septembri ka ardhur shkresa nga ministria. Po ndodhi herë, por nuk ndodhi Po herë tek ka ndodhur kjo ime, nuk ka ndodhur herë tjetër. Kjo ka përgjithësi në bashkim, jo me dy persona. Jo, me që po falen Po them në përgjithësi. Ka ardhur herë sot. Lërët parashikohen, futen në rrezive, futen nuk ka asnjë problem. Po jo, mbledhja është radhë sa herë që harron ju të fusin diçka. Të strada janë dobishme për gjëra dobishme. Dakor, do zgjasim kohë. Zonja Simona, çka kishte të thënë po? Jashtë radhë kishte mundësia të emergjencës dhe duhet ta kishim bërë që të ishim Të përmbledhjen. Po. Dhe tjetër kryetare për drejtorët e bashkisë, për punëtorët e bashkisë. Këtë ndryshme ne nuk bëjmë asnjë pyetje, sa as njerëz vjen. Ne sikur po vim pronto të bashkisë, kalojmë atë rendin e ditës, shpejt e ikim. Se ka gjilbërimi, se ka pastrimi, se ka rrugët që janë pa drita, se ka në fare. Ato nuk vjen urbanistikës, kemi pyetje
e mbyllim këtë ndryshme dhe ikim. Që këtë ndryshmet mendoj unë për vetë është më e rëndësishme sepse aty janë njerëzit. Po, do të jetë një temë diskutime më e gjerë. Tani pyesim herën e parë kemi dash Tomi s'ka ardhur. Ka 2 muaj që ka kalu kontrata që u fitu tenderi i digës Domis, që është lidh kontrata s'ka filluar. Ashtu. Tani ka dhe po na i kërkoni me ngull, me hezni, do votojmë, do bëjmë se është për të mirën e qytetit, okej. Po ky projekt ka shku, ka fillu, si është bërë? Se më përpara fitohen tendrat, 2 tendra, por aty pastaj nuk dim se ku shkojnë. Që edhe për një shkollë që kemi kalu për Spillej, është bërë gjë? Kemi kalu Ne thjesht Ti këtë shqinëm do të pyesë bashkinë se shqinës s'ka nga di. Po Po pra këto vetëm bashkia si që është tekne, se nuk jeti. nuk kemi kalu. Nuk kujtoj para të qa. Vetëm drejtorinë e Hallëxhive të kemi. Po e drejtuar Po pas. zoti Ja, Andres. nëse doni ta bëjmë kështu atëherë do të marrim me një pikë, që do të jemi në fakt në një mendje, që s'kan ardhur drejtorët, s'kan dele, sot vazhdojmë. Kur të vinë, pa të gjithë në bashkë, po jo ca trinë ca pikën, nëse e duam vërtet funksionoj. Po kështu nuk funksionon fare, ne vim flasim njëri tjetrin, ikim shtëpi. dhe ato i duket sikur Pra, ne kemi detyrë. hajde vim dakord, do vim deri tjetër po. Po s'janë drejtorët, gjithë dalin jashtë, kur të vim, do vim deri tjetër vazhdojmë normalisht, po jo kështu. Se ne e themi, po ne s'po na merr një seriozisht dhe jeni këshar besoj. Ka duke që do të lejmojmë nga që ti zoti drejtor do të fish ti. Po jo më problematike e ndryshme. 3 herë kemi pjetë polici. As na ka varë fare. Është në dorën tonë, dorën tuaj. Zoti Andres, kishte diçka? Jo, po i drejtuar gjova pak shumë media gjova që edhe Rogozhina është përfshirë të dëmet e digë. Po. Nuk e kam informacione saktë, është përfshirë bashkë Rogozhinë Si digën po. e 2006. Me qurë e kemi është përfshi, po deri në këtë moment nuk ka akordim fondesh. Na okej, në rregull. Pra do të thotë nga që gjova Është përfshirë. Po, në rregull, Përfshi në është rregull. një 2006 po s'ka. Nuk po të thejmë që atë po pyesim është përfshi, jo da fshini. E pra, unë e shoh kur mbim fondet që është e përfshi. Jo, po ka pyeta, ka gjë. Një gjë tjetër? Për shkak më atë është përfshi, është përfshi përse drejtori është një paketë informacione më saktë. Po s'ashtu. Çfarë bëjmë? I kemi drejtorin financë, drejtorin ndihmës sociale, në pikë tjetër, po. Çfarë ta pyes për planin? Nëse keni në gjë. Kam një pyetje tjetër për Rezi. Mund të thëj? Sepse kemi mbledhje vetëm me 2 projekte. Po këta. Ndaj kemi vetëm personat. A ka një VKM për ndryshimin e pagëve të punonjësve të tjerë të bashkisë që ngelen jashtë asaj? Domethënë, erdhën për ju drejtorët si të po të varfit, ka? Deri në momentin ka vënë një VKM për ndryshimin e pagës minimale. Po, ajo është e rëndësishme. Sot para ndërtës nga ora 10 deri në 11 ishëm në dëgjesën publike që bëri ishin konsultativ dhe po diskutohej që do të ndryshojnë dhe pagët e nivelet të tjera. Ço doni më? Po si bazë ku bazohen që drejtori i Këshillit Bashkiake. Ora këto minimale se kanë bërë bashkitë të tjera kur keni ndërmend ato. Paga minimale thotë. Paga minimale është e detyrueshme, s'ka nevojë fare. Ke punëtor në bashkim me 350.000 lekë. Patjetër. Bëhet fjalë që dhe për nivelet të tjera të policisë Ora jo tamam i keni. laboratorit, të topografëve, të ligjshitës, bëhet fjalë që të dalë një VKM e re, që dhe këto pastaj të Atëherë VKM-ja për pagën minimale do vitë. është zbatuar preliminare. Zënë kërtare me që të Rezi. Po isha në gjesë edhe ja, si lanë plera. Unë nuk du klare, për tu pastri. Se që të Rezi, janë. Disa problema bunuj. Flash. Lavash. Në plazh, është atje ti. Po pra, ekipazhi. Ta pastia. Edhe Cila bashki është ajo? du bashki dushit. To nuk du t'i lajnë to, të pastroj. Ne dikur kemi qenë shembull me dhënë dhe durrësit të gjithëve. Po përsisimi ta shime. Se di, do të përfshi. E lem të se mëse, e letë në fatë e problemi s'ka Jo, vitorë. jo, s'ka gjë tash mund ta hap gjithë për çfarë ka informacion e hap gjithë në s'ka. Unë kemi shumë ne këtu prezant.
Tani kjo është, ne duhet vëmë disa ndryshime si Këshilli Bashkiak që ato Po që nata se ne jemi bashkia e fundamentuar. Jam shumë dakord, po. Duhet bashkëpunimi të dyve. Shumë nuk funksionon nuk kemi bërë. Na si të vjen një Zyrtarët e grupeve. Bani komunikim. Në gjë tjetër, mos u ngelet merak. Atëherë, ne që nuk kemi gjë për të diskutuar, ndjenjen e deklaroj zyrtarisht të mbyllur.